ton të mëngjesit në TVN. E ta shplasim për dasmat. Dasmat. Këtu e kemi Mirandën edhe Vetonin. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Miranda është gazetare, organizatore e emisionit mëngjesit, Vetoni është krye kamerman, po Vetoni ka shumë përvojë edhe në për dasma të huja, po edhe për dasëm të vetë. Unë s'kam përvojë në dasëm, teme, as Miranda s'ka. Jo, asën. Në huja të kam përvojë vesh me shku si mësafir. Po jo si Vetoni, se kjo ka sezonën komplet me dasma, na jemi të ftumë në është tani dasëm 2 gjatë vitit. Plus Vetoni, unë e tregova ma herët Vetoni që unë s'kom pas qef me pas dasëm, bile edhe martesën e kom bo mas fëmis dytë. Të më thonë, mas që më ka linë qika, të më thonë, i ka pas disa mujshë ka qenë qika, është diku 4 vjetë ma e vogël se djallit, të më thonë, 5 vjetë mas djallit parë, kemi martu, po vesh në komunë dhe zdjas darka kemi pas për martesë. Vesh e kemi kryu si proces, se thëshim, njerë thëshim, jo, s'kem nevoj më martu, po të një thëshim, jo, kur dalim në kufi, ananal dikush, atë diçka, jo, financiarisht është ma mirë. Ti që shë martu? Pahiri. Pahiri. Veç që shë ki pa vetën të martu, ma? Po ndosë që në senet ishë pa prit, pa kujtu. Edhe, kur vendosë më martu, vendosë mos me bu darsëm. Po. Edhe dole më në gruja, po. Babi edhe nana. Mja u kumtu lajme që nuk po dojna me bu darsëm. Okej. Edhe veç më ka këshur babi njerë shumë seriosisht. Tha i ki për një me po. Tha okej. Ju dy ndash hajde një darsëm, ndash për hajde na për i bujna darsëma. Edhe u martova. A po, veç që ashtoja pas kënë zirë këtë investimi më koni prindve, pra? Po. Okej, mënyrë e mirë këka, e ndi qëtë mënyrë. Do më thonë, i thuni prindve, zdojna dasëm, të një ata i monin përsi për arqimet. A të kanë kalzu sa ka kushtu dasma në i sena diqka? Jo. Së më kanë kalzu veç... Që shë keni bë organizimin? Organizimin kur babi tha na për bujna darsëmën, ju dy hajde një ndashmës, hajde një. E pytas që shë ki planifiku se unë këtë vit i bëj 20 vjetë martesë. Po. Edhe e pyta që shë po do me bëj darsëmën, sa vjetë i ki planifiku, tha komplet 200 vjetë. Edhe me njerja bona pytje në grusë sa vjetë po do me thirë në darsëm, tha 20, i numroj, kam po do me thirë, i dole 20. Po. Na me të 180. Ja lypa kamarjerit një laps edhe një kimik. Po. A më nëshë edhe të me vizatu që po, hajde. Edhe? Ja vizatova shajnë e Mercedesit, babit. 200 minus 20. Dë më thonë, ja ki bu kështu, hë? Po. Edhe, hajde pe bojnë anas si qështu, si autosaloni po. Qështu janë dove, a? Qështu janë dove. 200 minus 20, më dole 180 me matematikë. Dë më thonë 60? 60 i ku më thonë, babit thëre kënë dush. Dë më thonë, kënë dush 60? Babi 60. Okej. Nona 60. Babi 60, okej. Po. Nona 60. 60, edhe? Edhe 60 i ku më thirë shëshnin tem. Okej. Shkollës filore të mesme, me kënë ri, kanë i kam shok të aman shoqe, i ku më thirë shëshnin. Okej. Të vëdojnë qëta e 180? Qëta e 180, 20 pa qef nusja mi thirë të vetë, edhe... Hajtë me abu më qefin, mas edhe ajo për martuhet. Po, hajtë, që në hajtë. Të vëdojnë pipjen që 10% pas kanë qenë të nusës. Po, këto vete ka zhjith nusja. Vete ka zhjith ajo, po. Po, sa dush të re, 20. Okej. Pse ku më bo këtë farë gjesti, nëse... Hajde. Unë pyt. Hajde. Pse para darsme, kur pike babi me nanën kafe në mëngjesë, në gjithë e nisha, do të me thirë djallin e tezës, burit, halës, dajës, të këjshis, si ja ku më hangër darsmën. Okej, pse më kanë thirë ata? Unë si kisha idin as kur shështë ajnjera, as kur se ku pa, as kur gjë. E thysha, unë e po martona, dita jam edhe nusës të em, pi thirëm njerës që s'pi një. Të nejnë qëta 60, babit i thash, keq ata thiri, edhe nanës, keq ta tjerë thiri, kënjere pas ke hangër darsmën edhe... Po ti ki pas përvoj edhe, qysh keni kalu të një ndasëm? A i ki njoft krejt? Po. Darsëm i ku njoft krejt edhe u ka në flak darsëm se rini ka pas shumë. Për mi 50% darsëmës ka qenë rini. Okej, super. Familjartë, familjet nusës që ka pas rini. Edhe shëshnia. Edhe kushtu kanë me knu afri muqiqe. A po, ka knu? A i mdo këtë e kall në ena? Nëse dënë me ardhën e ndarësëm i këmë thonë babit, e bënë me afri muqiqen. Do me thonë, njerë ka thonë s'pëdu dasëm, ka thonë bab ti organizoje,
Tëni ja ka caktu kushtet, sa njerës, kush sa njerës në thirë dhe plus kush me knu. Bravo, mirë e pas kanë zirë, negociate mirë ka qia. Gjithmonë fitimtar, po ka qenë edhe një kësi, një sprovu ka në atë farkohe, Afrim Muqiqi të pat vdek personi që ja bon instrumentet. Okej. E tani unë e kum shty edhe për një avë darsman. E kum dru komplet me ftesa me ke. Për afrimin. Po, apet me më knu afrime. Mirë. Një pytje kështu. Unë e menej që plët dasma bonë te pas kënë zirë mirë, do më thonë që me pas shëshnisho. Plët dasma bonë ma shumë, do më thonë, ma shumë është stres për qiftin, se sa që është knatësi. Do më thonë, ma shumë knaqen prindrit ose familjarët ose ata që vinë ftumt bash. Edhe çka mendon ti, do të thonë ti për veti, nëse do të thonë kur të vjen më martu, a ki me bë dasëm të madhe ajo? Për çka i shikon? Edhe javën e kaluar e kena diskutu pak që të pjesë. Unë e kisha bën një dasëm bregdet, është dasma ëndrave që unë e kisha dashur. Edhe rreth të ftumëve që i ka pas vetoni, që shoqni kisha pas shef ma shumë. Ma shumë e pas. Rini, se e di që njerëz të matë më shumë vinë edhe veç hajnë ushqim, se që ta bën atmosferë dikush prej tyne. Edhe njerëz që i nje për një me, që ki qef që atë ditë rëndësishme tjetës tonë me kanë prezent. Nuk më pëlqenjë shumë dasma që shbon të na, që e ki obligim me ftu që tha vetoni dikon që ti se nje heq, vish pse e ka ftu prindin ose dikon do të me ftu edhe ti gjithqysh në dasëm. është diçka shumë... E kjo ndomja 90-10 atë pëlqen ty? Jo. Do më thonë, si femën, ma si... Jo, ama nëse e bëj dasmën bashkë me burin tem, i bjen edhe të ftumë me kom bashkë, po besoj edhe shoqënia është e përbashkët edhe... Më thë qenë ma ofër 50-50 qëtë. Vetën, pe i përvojës tonë dhe si kamerman, sigurisht ke gjiru në shtanë 200 dasma... Në shtanë 4 shifrore. Qysh, mbi 1000 dasma ki gjirua? Po, normal. Ku kanë kalu njerës, a ka naj model, naj pattern, dhe më thonë, që e shë, për shambull që mas ketë 1000 dasmave që i ki gjiru, mbi 1000 dasma që i ki gjiru, që kështë ndru diçka në dasmën tonde, ose naj këshilë që e kështë në jepë njerëzve qysh kanë mas shumë të sukses dasmat. A kur jonë ma pak veta, a kur jonë ma tri, a kur jonë ma pas stresum, kur jonë ma të barabartë misht edhe këta të burit, a qysh? Në varët edhe pe cilës zonë, për shambull, ka ferizoj ftojnë shumë njerës, ka gilani ftojnë shumë njerës në darsma. Po, ha? Po. Sa është ajo shumë? 300, 400? Qashtu, 400, 1400 ftojnë. Po mu qa më pëlqen, që me sinqertë më pëlqen darsmat që organizojnë feja katolike. Hajde. Darsmat, kur të organizojnë për ty në 50-50. Kështë sa Miranda. Edhe nuk është pritja musafirve si kur të na, për i Prishtinë dhe i veternik, për i Dardanis dhe i veternik me prit musafir. Aty presin baba nana nusës, baba nana dhandrit edhe 2 kumartë. Po. Edhe 6 veta e në aty, bo ceremonia darsmës, edhe nuk kam fund darsmës, si kur në darsmat që jena mësu me po, me najt edhe një 7-8 veta të pit aty, edhe me najt muzika, kamera, kamarjera, të ketë aty, për që ata 7-8 veta që ju në pjavë që kur kush kur gjësë si thëtë. Aty hin një djali i ri, po më ndo këtë është kumbara, hin me flamur, e bën një gjirë në salë. është mare, po më ndo këtë me najtë mastina, këtë renditën edhe dalin jashtë për njëherë. Që aty përfundën darsma. është shumë tradit që edhe javlen. Interesant. Po. Jem konë disar bajraktar në përdasma, për së është që kom pas në i pun tjetër përveç me majtë flamurin në kerë, kur shkojmë të shpia e nusës me marë nusën si kërës që e vendosin atë vendin, edhe të një me vendos në vendin tjetër ku dalin. Do më thonë, katolik për boj kam 50-50. 50-50 e bojnë edhe kur tin bajraktari e bën një gjirë në salë, kur kush nuk jetë në salë. Me njerë bojnë rrash për një edhe dalin për njerë. Okej, dalin për njerë. Qëto dasmat pas kam pëlqy mas shumë ti? Më kam pëlqy, po kur bojnë dasmat me rini, për në me është mirë. Se ftohen, nuk ka mundësi pa e ftu aty këto na i njërit më shumë, nëse si një familjar, po ata, qysh sa Miranda, ata vinë veç me hangër me najtë, që aty me hup do ko, edhe gjithë qysh, që është për eksperiencës, kush dhe që i bën darsëm. Unë për shumë kërë këmë bo djallin synet, unë s'këm bo darsëm heqë. Veç që këmë kalzu grus mas dite. Nese për bëj djallin synet. Qysh të ashtë e doktori. Po. Edhe e këmë bo djallin synet, e këmë pru në shpe, e këna angën e drejkë që aty, familja ngusht, edhe u kry, me qashë. Se kush bën darsëm gjithë qysh është i shamë. Je pru një mishën e ftëft, jesë ma pru një
ujnë në nxehtë, jo ma pruni këto, jo se voni këto, kish harxhu shumë pare këto, ai peso bakshishin e qiti, po ti knaqë aty, shko, luj, vallëzë, knaqë. E për bakshish, a ka ma shumë tash dasma që lojnë me lojnë pare për muzikën, a që s'lojnë? Se e di që do muzikanta, do dasma, do më thonë, organizatori dasmës thotë që nuk ka bakshish në dasmën teme, e pagun këngëtarin po, vorë që bu marrveshin fillim. Nëse mirën vesh i zoti shpis me këngëtarin, sa e ki për shambull, e kanë 3.000, 5.000, thë që edhe 1.000, 2.000, veç mos merë bakshish, nuk merë bakshish, po apet ma mirë me bakshish. Pse? Ma mirë, se ndryshe kollët atmosfera. Për shambull edhe këngëtari jep ma shumë zërë, hin klarinetin mes, i bujnë do lojna, do kësi pak ma bukur del. Edhe pse nuk është... Sa pagun zëkënisht këngëtartë? Pa përmend me emra, qështu 3-4.000, 5.000? 5.000. Ka dhe shumë a shumë. A këni në herë, dëmë thonë, sa ka në herë bakshish, a ka bakshish të madha, shkon në bi 1.000 euro? Unë e kumë po dhe me thes bërlugët që kanë mbledh pare. Me thes kanë mbledh pare? Po. Dëmë thonë. Ka. Dhe keme edhe një kamerman këtu që përdo që 80.000 ka pas rast. She, po. Shkel në për pare. Bakshish këngëtarit? Bakshish këngëtarit, po. Wow. Dëshush mi adhon qiftit bre, qiftit i vynë 80.000 një banese blenë. Unë e se më konë, të më thonë, ndasëm teme, isha një pak kesh me di që këngëtari për me 80.000 euro, e unë jëmë pa banesa. Shkuja këshu morë. Aty varët pak edhe mentaliteti i familjes, se djali agjës për qëtë qikash, djali dajës do të me qitë qikash. Sa është janë një mund djali halës këtina, këti një mund djali tezës, a beden, jo kjo ajo shtyën, të nej, ta i mishtë kalëzën që edhe na kena shtyën aty, edhe mu më do këtë budala ki. Shumë i sinqert, jam budala. Marveshja, po veç ko ka shumë interesant me bo marveshjen me këngëtarin, me thonë gjysën në bakshishit e marone. Sta e për këngëtari, ja? Mission impossible. A po, a? Jo, mi thonë atër për ndryshe s'ka bakshish. S'ka bakshish, po ndryshe kënon këngëtari kur s'ka bakshish. Okej. S'ta mërmeni, na që shkujna shpesh në dasma, na e vrejna dhe kur t'ja ullin muzikës zonin ka pak. Po, a? Se nuk është atmosfera njëtë, sigur kur t'ja shkujnë zonin, sigur ka fundi shkujnë t'ja ull ka pak, kur t'ja ull pak, bjen ritmi, bjen tane i lodhe njerës, jënë do kësi që i vrejën e, për shamull restoranet, për me bo kish nga ma ceremonia në këni, shoni kol 4 fishek zjari që t'ket musafir t'jasht mu prej torta. Po, okej. Ti qushe njerësit i nëzet, del jashtë mërdhijësh pa, kur ti në mërante edhe pritër me najt, janë alin zalin muzikës edhe kryet ma herët. Unë i vrej, po më ne nësë gjirojnë i vrejnë a këto ketë. Wow, mirë. Që kjo krejt kjo nga përvoja e rreth mbi 1.000 dasmave që po thot vetoni, do më thonë se bjen, do më thonë, me 10 dasma në vit, do më thonë, se janis, a ja ka nis veç sezona? Jo, sezona që tashti, për shkak numrit të madh të restoraneve, të këngëtarëve, produksionev, sezona fillon 20 korrik, përfundon 10-15 gusht. Okej. A në fillim, për shambullone, kur ju martu, na kena fillu pi majt, për shambull, me gjiru, deri në 7-8 kena gjiru. Se atër ju në martu vetë shtu në dile. Po, a tash parton për çdo ditë. Bile tash është edhe një zërë interesant, mu më thirën një ditë në një dasëm, e tha në kemi dasëm, qëtu se për martojmë qiken, tash okej, edhe në ora 12 ditës, tash qka ka kjo, a ka në gjesh dhe diqka, për të një mora vesh që bod banket edhe për pritjet kryshve, edhe në kryshqet, ndajten janë 1 orë, 2, dasëm, bum, muzik, krejt me vela, edhe të një mure nusën shkun edhe na shkun për i shpije. Të asoj për thujmë për cilja nusës, për bojnë ceremoni si ndarsëm, ta manë si ndarsëm se me tregu që edhe familja nusës, edhe na kena mundësi me bojnë i darsëm për shikën tonë. Ma një mirë, interesant, kjo ndimon në ekonomi, unë menaj, ndimon edhe në ekonomi të restoraneve, edhe pse tash janë stërë ngarkume, besoj që ka mu zgjenu edhe sezona e dasmave, dhe diaspora vinë ma shumë, ka me në ndimu, unë menaj që në ndimon kjo në ekonomi, kështu që është një dukuri e mirë, edhe pse ndoshta njerëz tjerë menojnë që s'është, unë për veti s'kom bo dasëm, po Zështu, tash vjen edhe ajo puna me kallzuat Barcoletin, që e kom kallzu disa herë për dasma dhe për martes, jënë një qift që kalojnë, do më thonë, jënë qift një 20 vjetë të kalojnë qështu edhe, por nuk martohen, nuk jenë të martu malo, edhe që shënë të najtë këshyrën edhe thonë, apo martohemi be, edhe në thotë njoni, edhe kjo gruja thotë, po kush na merë tash? Falenderojmë Telkosin që kustashtën, që na përka çdo ditë në emisionin tonë, falenderit shumë vetan, falenderit Mirand,
edhe shpresoj që na thim ndosëm. Po, kismet. Po, edhe ty vetë nëse martohesh prap. Shpresoj t'jetë e fundit. Boll. Okej, mirë shumë. Edhe unë nëse martona prap, besoj që do të bëj dasëm, po jam një dark të vogël, domethënë ja 30-40 veta, modeste, po bëja e garës, se besoj që kom e martu prap, edhe nëse martona shkoj vesh në komunë. Po se bëj gabimin e një 2 falenderojmë edhe Natyra Terapi për përkraje. Na shihemi të hënën në ora 7 të mëngjesit me emision Herët Live.